Mirëmbrëma. Dialogu të lajmi shpesh prodhon lajme, por edhe lajmet prodhojnë dialogun. Lajmi për shkrirjen e partisë Besa për të hapur rrugën formimit të Vlenit si një subjekt i vetëm politik është shkas që në intervistën e sotme në Dialog të lajmi të kemi të ftuar zotin Driton Sulemani, zëdhënësi partisë Alternativa dhe përfaqësuesi koalicionit Vlen. Temë aktuale që pas zgjedhjeve është a do të bëhet apo s'do të bëhet Vleni një subjekt i vetëm politik. Zoti Sulemani, mirë se erdhët. Mirë se ju gjej, ju faleminderit shumë për ftesën dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e Lajm TV. E pranon partia juaj Alternativa formulën e funksionimit të Vlenit me 2 bashkëkryetarë, me Gjiti dhe Kasami dhe ndarjen proporcionale të pozitave në organet e përbashkëta partijake, kryesi dhe kuvend qendror apo këshilli i përgjithshëm, pavarësisht se si do të emërtohet ky organ. Çështja e shkrirjes së Vlenit në një subjekt politik është një temë që vetëm se ka një kohë më gjatë që po diskutohet dhe në periudhën e tashme kohore janë intensifikuar këto diskutime. Ka takime të rregullta në mes të liderëve të koalicionit Vlen dhe në këto takime po diskutohen modalitete të ndryshme me të vetmin qëllim që të krijohet subjekti i Vlenit edhe më i fuqishëm se që është tani dhe të ketë një përfaqësim në të cilin të gjitha subjektet që e përbëjnë koalicionin e Vlenit të ndihen të përfaqësuar, të mos ndihen të anashkaluar, edhe me një farë mënyre ta ngrisim edhe përfaqësimin e shqiptarëve në skenën politike të Republikës Maqedonisë së Veriut. Deri tash nga gjitha diskutime që janë bërë edhe nga vetë liderët janë paraqitur në opinion disa formula të cilët janë propozuar. Fillimisht opinioni e di se ish-kryetari i Alternativës zotri Zerkirja Ibrahimi ka propozuar një model të se si e parashef krijimin e Vlenit. Një gjë të tillë e deklaroi edhe vetë zotri Arben Fetau në një paraqitje mediatike se ai ka dhënë një sugjerim. Të njëjtën e ka bërë edhe shefi i grupit parlamentar zotri Bekim Qoku. Domethënë, për momentin ka disa modele të cilët janë duke u diskutuar në leadershipin e Vlenit, mirë po ende nuk ka një përgjigje të prerë se cila prej modeleve është zgjedhur nga ana e tyre. Çështja se cilën prej tyre e pranojmë ne si alternativë, unë nuk kisha dhënë ndonjë përgjigje konkrete këtu. Kishe më thënë se modeli i cili do të garantoj përfaqësimin e barabartë të 4 subjekteve politike si dhe vendimarrjen konsenzuale, të cilët janë 2 parime në bazë të cilëve edhe është ndërtuar koalicioni Vlen, që doli të jetë një model shumë i suksesshëm në skenën politike, pasi që i fitoi 2 parë zgjedhje, edhe zgjedhjet parlamentare, edhe ato lokale, dhe mendojmë se një zgjidhje e cila do të kishte të ngërthyera këto 2 parime do të ishte e pranueshme edhe për ne si alternativë. Në lidhje me këtë temë, kryetari i Alternativës zotri Bekim Sali e ka autorizimin e plot që të bëjë negocime brenda leadershipit edhe bashkë me liderët e tjerë ta zgjedhin formulën që do ta përfaqësonte Vlenin më së miri. Thoni që zgjedhja e kryetarit duhet të ngërthejë në vete parimin e përfaqësimit të barabartë dhe vendimarrjen konsenzuale. Kjo i bie që qëndrimi i Alternativës përkon me modelin të cilin e ka ofruar zoti Zerkirja Ibrahimi, që është presidenca. Pra, i bie që ju me një farë forme anoni apo gravitoni ka modeli i liderit me rotacion dhe në një farë forme e hedhni poshtë modelin e 2 bashkëkryetarëve. Nuk kemi duke hedhur poshtë asnjërin prej modeleve. Koalicioni Vlen është ndërtuar në bazë të këtyre 2 parimeve, edhe nuk përjashtohet mundësia që edhe modelet e tjera të propozuara të mbartin në vete këto 2 parime. Thjesht ajo që e kemi propozuar ne si alternativë i ka këto 2 parime, nuk po e përjashtoj mundësinë se të tjerët nuk i kanë. Ajo është një çështje që po diskutohet brenda leadershipit të Vlenit, mirë po është e rëndësishme që ashtu sikur se është themeluar koalicioni Vlen,
në një marrëveshje ku të gjitha partitë kanë qenë të përfaqësuara në mënyrë të barabartë dhe të gjitha vendimarrjet të drejtanishme që janë sjell brenda leadershipit kanë qenë vendimarrje konsensuale, ashtu kanë ardhur edhe zgjedhjet për kandidat për kryetar të komunave që ka dalë një model, një formulë suksesit, sepse në bazë të modeli ne kemi fituar e ceka dhe më herët edhe legitimitetin të shqiptarët në zgjedhjet parlamentare, po I kemi fituar edhe 10 komuna. Dhe në asnjë mënyrë nuk ka qenë primare për koalicionin Vlen se të ketë më shumë numër të kryetarëve të komunave, thjesht e kemi parë cili është kandidati më I mirë që mund t'i fitojë zgjedhjet dhe kjo formulë na ka sjellë sukses. E kemi ndarë edhe pushtetin në mënyrë të barabartë sa I përket punës së pozitave shtetërore të drejtorive kështu me radhë dhe nuk shohim ndonjë arsye që pasi që kjo formulë po na sjell suksese ta ndryshojmë të njëjtën. Edhe sa I përket zgjedhjes së liderit. Patjetër, çështje primare sipas neve është caktimi I modelit të funksionimit të Vlenit. E pastaj se cili prej liderëve do ta udhëheqë atë, ajo mbetet që të mirën vesh të 4 liderët në mesveti. Me rëndësi është që subjekti I ri Vlen t'i përfaqësoj të 4 strukturat politike që e kanë ndërtuar realisht koalicionin Vlen, edhe t'i përfaqësoj shqiptarët në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Pra, thoni që njëri prej kandidatëve të mundshëm për lider nuk përjashtohet edhe zoti Bekim Sali. Asnjëri prej liderëve nuk përjashtohet që ta udhëheq Vlenin, këtë e kanë deklaruar edhe vet liderët. Kemi pasur deklaratat të zotit Mexhiti se nuk e përjashton askënd, të zotit Kasamit, të zotit Salit, të gjithë nuk e kanë përjashtuar njëri tjetrin dhe të gjithë e kanë shfaqur atë mendimin se për to më e rëndësishme është të ndërtohet një subjekt politik I fuqishëm. Jo se Vleni nuk është I fuqishëm tash, po të jetë edhe më I fuqishëm se ç'është tani. Zoti Mexhiti në televizionin Telma deklaroi në mënyrë të drejtë për drejtë, pra hapur, pa ekuivoke se lideri I Vlenit do të zgjidhet midis tij dhe zotit Kasami. Pra duke përjashtuar zotin Sali dhe zotin Arben Feta. Ne kemi dëgjuar edhe deklarata të tjera nga ana e zotit Mexhiti, I cili në një emision më duket se ishte pikërisht këtu, nuk e përjashtoi asnjërin prej liderëve nga mundësia për të udhëhequr Vlenin dhe e ceku në mënyrë të qartë se për zotin Mexhiti është shumë e rëndësishme që Vleni të jetë I fuqishëm. Të njëjtët deklarate I ka dhënë edhe zotri Kasami, edhe zotri Sali, edhe zotri Fetau. Kështu që çështja se kush do ta kryesoj Vlenin mbetet që të zgjidhet në mes tyre. Edhe për neve, si Vlen, edhe si subjekte, po edhe si struktura, është shumë e rëndësishme se çfarë po përfaqëson Vleni, sa I fuqishëm është Vleni dhe sa I shtrirë do jetë Vleni në gjithë territorin e shtetit. Mirë, zoti Mexhiti ishte pra në dialog të lajmi dhe thatë që po shqyrtohet modeli, por është e vërtet deklarata të cilën e ceka, sepse modeli I bashkëkryetarëve është njëri prej opsioneve I cili diskutohet, domethënë nuk është se e shpik unë apo e hedh si ide për të thënë që brenda Vlenit ka divergjenca. Ka zëra po ashtu që thonë se Vleni mund të funksionojë me ndarjen mes 4 partive politike, me atë që Lëvizja Demokratike dhe Lëvizja Besa të ndajnë nga 35% dhe ju të tjerët të ndani 30% e mbetur. Pra po them, këto janë njoftime, gjysëm informacione, ndoshta edhe të pa verifikuara, por ja, me që jeni këtu, mund të pohoni ose të mohoni se është hapur ndonjëherë ky opsion pra I ndarjes së pozitave në organet vendimmarrëse partijake të Vlenit të ardhshëm. E kam lexuar këtë artikull, ishte më duket në një portal Slobodan Peçat, me sa e di unë, nuk ka asgjë të vërtetë, sipas informatave që kemi, nuk është diskutuar ende për përqindje për ndarje të përqindjeve të pushtetit, thjesht po diskutojnë forma se si Vleni do të ishte më funksional, si Vleni do të jepte një përfaqësim edhe më të mirë dhe dinjitos për skenën politike edhe për shqiptarët në përgjithësi. Janë të pavërteta këto. Ato të njëjtat
i mohoj edhe njëri prej liderëve të Vlenit, zotri Arben Fetaj, në një paraqitje televizive, dhe nuk kam dëgjuar asnjërin prej liderëve që t'i ketë pohuar të njëjtat. Mund të sillen koso tema të ndarjes, po mendoj që në këto momente përqindjet ose caktimi i përqindjeve pa u konfirmuar nga ana e liderëve janë më shumë informata dashakeqe që nuk ja dojnë të mirën Vlenit. Pra, thoni që janë spekulime. Po. Ju e theksuat dhe vazhdimisht e pohoni se mendoni se ndarja e Vlenit në 4 hise, apo më mirë thënë, formimi i Vlenit duke u bazuar tek parimi i 4 hiseve, do t'ishte më funksional, më efektiv. Edhe pse brenda Vlenit është një grupacion politik i cili nuk është parti politike, grupacionit të cilin e udhëheq zoti Arben Fetahu. Por, ku mbetet vetëvendosja e qokut, ku mbetet lëvizja arbëria e ish PDSH-istëve, pra i keni menduar këto variante se si do t'jetë përfaqësimi edhe i tyre? E përmenda dhe në fillim, kur është krijuar Vleni, është krijuar si një koalicion mes 4 subjekteve, me formulën e barazisë dhe vendimarrjes konsensuale. Kjo formulë i ka sjellë suksese Vlenit në garat në dy palë zgjedhje, edhe në ato parlamentare edhe ato lokale. Dhe tash, sipas mendimeve tona, nuk mendoj që në mes të rrugës është mirë që të ndryshohet një formulë e cila sjell suksese. Sa i përket çështjes së subjektivitetit të zotrit Fetaj, ai ka qenë pjesë prej themelimit dhe ne e kemi përshëndetur guximin e tij për të qëndruar besnik parimeve të cilët në bazë të cilëve është konstituar koalicioni Vlen, dhe Vleni e trajton atë si të barabartë, pa marrë parasysh problematikës së vulave që mund t'i ketë subjekti i tij ose organizimi politik i tij. Ne kemi vazhduar ta trajtojmë zotrin Fetajin si të barabartë edhe si pjesë e 4 subjekteve që e kanë themeluar Vlenin. Edhe pse nuk ka parti të regjistruar politike. Ajo mund të jetë çështje procedurale, mirë po, parimisht, sikurse është themeluar Vleni, ashtu edhe të gjitha subjektet që e kanë themeluar Vlenin po vazhdojnë të trajtohen në mënyrën e njëjtë. Tash me kalimin e kohës edhe pas zgjedhjeve lokale, koalicioni Vlen është rritur. Domethënë se kemi deklaruar edhe më herët se e kemi derën e hapur për të bashkëpunuar me organizata jo qeveritare, me të gjitha forca që kanë vullnet për ta ndryshuar gjendjen e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe në këtë formë kemi bërë edhe një marrëveshje koalicionimi për zgjedhjet lokale edhe me lëvizjen Arbëria, tash edhe ato janë pjesë e koalicionit Vlen, edhe gjithsesi se qëllimi jonë është që edhe ato t'i kyçim në formimin eventual të subjektit të ri të quajtur Vlen. Mirë po, mbetet që tash që të definohet eventual apo formimin e sigurt. Formimin e sigurt. Formimin e sigurt, sepse të gjithë liderët e Vlenit e thonë të njëjtën gjë, se Vleni është duke u formuar, mirë po vetëm se po jemi të kujdesshëm që ta gjejmë formulën më të mirë të mundshme, sepse për të qenë të realt nuk është e lehtë që 4 subjekte politike të shkrinjsh në një subjekt të vetëm. Problemet ekzistojnë kur është vetëm një subjekt politik, në përndarjet, në përdegje, kështu me radhë, e lere më kur i ke 4 të tillë, edhe shumë është me rëndësi që ta gjejmë formulën të cilën do ta përqafojnë edhe strukturat poshtë që janë, strukturat e degëve, sepse Vleni tash për momentin ka trupa të përbashkët, e tillë është për shembull media qendra e Vlenit, e cila funksionon në mënyrë të shkëlqyeshme, ne përditë takohemi, bëjmë plane, zbatojmë politika e kështu me radhë, të njëjtën e bën komisioni kadrovik, gjithashtu Vleni ka edhe kryesi qendrore e cila është funksionale. E tash këto organe të përbashkëta që i kemi ndërtuar, edhe që po funksionojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, po tentojmë që t'i kurorëzojmë edhe me formimin e një subjekti politik. Me që thoni që formimi i Vlenit është i sigurt, a jeni të gatshëm që këtë javë, pra jo më larg se këtë javë, ta pezulloni partinë, përkatësisht të shkarkoni kryesinë qendrore dhe me këtë t'i hapni rrugë formimit të Vlenit si subjekt i përbashkuar politik i këtyre 4 subjekteve parciale apo të veçanta
politike të cilat i përmendët, siç veproi guximshëm lëvizja Besa. Po veprimi i lëvizjes Besa është, domethënë, një vendim që ato e kanë parë të arsyeshëm për t'i hapur rrugën formimit ose shpejtimit të procedurës së formimit të Vlenit. Ndoshta në rast se është e nevojshme një gjë e tillë, unë nuk mendoj se do të ketë ngurrim nga ana jonë, mirë po ne gjithashtu e kemi autorizuar si subjekt politik kryetarin ton Bekim Sali, do vim tek autorizimi, që në mënyrë duke marrë pjesë në për takimet me liderët e tjerë, e ka autorizimin e plot që çfarë do vendimi që ja merr mendja se është në të mirën e Vlenit, ai është i lirë që ta sjellë atë vendim, sepse e ka autorizimin edhe të Partisë Alternativa. Në rast se diçka e tillë e shpejton procedurën, unë mendoj që ka gatishmëri edhe te partia jonë që të marrim një vendim të tillë, edhe pse nuk e shoh të nevojshme, po gjithashtu ajo është një vendim të cilin gjithsesi du ta marrë edhe partia, nuk jam unë ai i cili mund ta pres këtë punë dhe të them po do ta bëjmë ose jo nuk do ta bëjmë, është vendim partijak, sikurse e ka marrë lëvizja Besa, të njëjta në rast se është temë mund të diskutohet brenda organeve të partisë dhe të sillet një vendim. Alternativa besoj zoti Sulemani se nuk është parti monarkike, as parti komuniste, as sultan parti dhe as nuk është e njëjtë si BDI-ja. As pak. Larg asaj, ne kemi dëshmuar në shumë raste se jemi parti me një zhvillim të lartë të brendshëm demokratik. Edhe ish liderët tonë e kanë dëshmuar atë se nuk e llogarisin veten si lider të përjetshëm, deri tash Alternativa kanë ndryshuar 2 kryetar të partisë, zotri Sali është kryetari i tretë, dhe të gjithë ata kur e kanë vlerësuar në momentumin për të hapur rrugë dikujt tjetër, e kanë bërë ata pas një mëdyshe, edhe funksionimin e kanë pas të tillë, çdo herë kanë tentuar që vendimarrja të jetë e partisë, jo individuale, dhe kjo është mendoj që një pasuri për skenën politike në shtetin tonë. Zoti Sulemani, sepse ju personalisht e pohuat si zëdhënës i partisë, por edhe ish kryetari i Alternativës, tani kryetari Kuvendit Afrim Gashi, tha se do të mbështes cilin do vendim që kryetari i partisë, zoti Bekim Sali, merr për funksionimin e mëtejshëm të partisë në kuadër të koalicionit apo në kuadër të subjektit të ri politik Vlen. Pra, gjithçka varet nga një njeri, nga lideri dhe jo nga organet vendimarrëse në parti. Nëse kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën, e përmenda, kështu thonë edhe të BDI-ja, shpesh thonin, e autorizuam liderin ton të dashur dhe shumë të respektuar, zotin Ali Ahmeti, që t'i merr vendimet. Te Besa para një jave autorizuan zotin Kasami. Tek aleancat thonë njësoj, e autorizojnë zotin Sela dhe zotin Taravari. Te Lëvizja Demokratike shefi dihet se kush është lideri Izet Mexhiti. Pra, i përmenda shumicën e subjekteve, qëllimisht nuk e përmenda Partinë Demokratike Shqiptare, sepse atje nuk thuhet që lideri autorizohet, sepse atje dihet tash 30 vite, 32 vite sa i bën PDSH-ja, kjo dihet se kush i merr vendimet politike, domethënë është një njeri, është lideri. Apo rëshqisni edhe ju si alternativ në terenin e partive lideriste? Nuk e kisha thënë këtë, edhe funksionimin që ka pasur kryetari i parë i Alternativës, zotri Afrim Gashi, po dhe Zeqera Ibrahimi, po tash Bekim Sali, kanë tentuar që të bëjnë një mënyrë funksionimi ku organet e partisë janë ata të cilët vendosin. Asnjëherë nuk e kemi zhvilluar partinë tonë që të jetë parti lider, sikur që është shembulli në shumë parti tjera politike, po kemi dashur të ndërtojmë një sistem tjetër në të cilin vendimarrja mirret nga një trup më i gjerë partijak. Edhe sjellje të tilla ka pas edhe zotri Afrim Gashi, edhe Zeqera Ibrahimi, po i njëjtë në funksionim është edhe Bekim Sali, se të gjithë ne bashkarisht e kemi menduar se
partia duhet të jetë mbi individin. Dhe ashtu edhe kemi vepruar. Edhe Por e keni autorizuar zotin Sali që ai të merr vendime. Kjo nuk nënkupton se zotri Sali nuk konsultohet me organet e partisë para se do të sjellë një vendim të caktuar. Po ai është i deleguar nga ana e partisë që të zhvillojë negociatat me liderët e tjerë. Për arsye se bëhet fjalë për një temë sensitive, për një vendim i cili është shumë i rëndësishëm për të ardhmen politike, edhe të alternativës, edhe të Vlenit, po të shqiptarëve të Maqedonisë. Ne mendojmë se është dashur një vendim i tillë për të autorizuar kryetarin që ai të zhvillojë pastaj negociatet. Kjo nuk nënkupton se kryetari nuk e konsulton pastaj antarësinë e vet, edhe strukturat politike, dhe thjesht është dashur një vendim i tillë që negociatat të zhvillohen në mënyrë më të shpejtë, më intensive, që më në fund edhe ta realizojmë atë të cilën po e flasim në kohë të gjatë, e kjo është krijimi i subjektit të ri politik i quajtur Vlen. Pse zoti Bekim Sali mban 3 pozita, kryetar partie, zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i çështjeve evropiana. Nuk ju duken shumë dhe na rikthejnë reminiscencat e së kaluarës kur disa persona mbanin disa pozita edhe partijake edhe shtetërore. Aq i zoti është zoti Sali që ti mbajë të gjitha këto funksione dhe si arrin të kryej brenda ditës të gjitha obligimet apo detyrimet edhe partijake edhe shtetërore, pra të cilat i ka si kompetenca. Nuk ka diskutim në zotësinë e tij, padyshim që është i zoti dhe i aftë për t'i mbajtur gjithë këto. Nuk dishoj se nuk do ta thonit këtë për shkak se realisht edhe me rezultate kjo do të dëshmohet. Lideri i partisë suaj. Në aspekt të punëve të partisë, zotri Bekim Sali nuk i kryen të gjitha vet. Madje ju jeni më i rezervuar në raport me kryetarin, sepse kishte edhe më herët ka pasur gjatë historisë politike njerëz të cilët ju thurnin lavde të mëdha partive, po vazhdoni, liderëve të partive. Po, çështjet e partisë nuk është se i bën vet zotri Sali, ka shumë shokë të cilët i ndihmojnë në këtë aspekt. Padyshim që shokë dhe shoqe. Patjetër. Në këtë sfidë që ka marrë edhe për të qenë zëvendës kryeministri i parë, edhe ministri, nuk është diçka që ndodh për herë të parë. Në rast se ju kujtohet qish kur u themelua Vleni, liderët e atëhershëm të Vlenit thanë që për dallim nga e kaluara, ku lideri i një subjekti politik nuk ka marrë asnjë përgjegjësi, tash liderët e Vlenit do ta ndryshojnë këtë çështje dhe do të marrin përgjegjësi vetë ato për të realizuar edhe çuar përpara çështjet të cilat i kemi premtuar para votuesve. Dhe ashtu ndodhi edhe kur Vleni u bë pjesë e qeverisë. Në atë kohë, lideri i Lëvizjes Demokratike, zoti Mexhiti, u bë edhe Ministrisë e Ekologjisë, edhe zëvendës kryeministër i parë, zoti Afrim Gashi u bë kryetari i Kuvendit, në atë kohë pjesë e koalicionit Vleni ishte zoti Taravari, mori përsipër resorin e shëndetësisë. Domethënë, ne ofruam një model tjetër ku leadershipi i Vlenit i merr përgjegjësitë për të realizuar ata të cilët i ka premtuar para elektoratit të vet. Për dallim prej herave të kaluara ku zotri Ali Ahmeti asnjëherë nuk ka marrë asnjë përgjegjësi për ta çuar përpara atë të cilën e ka thënë para votuesve. Dhe kjo është një model tjetër i qeverisjes dhe zotri Sali po e vazhdon të njëjtën të cilën e kemi thënë prej momentit që kemi qenë pjesë e qeverisë. Nga zgjedhjet lokale ndodhi një rotacion në të cilin zotri Mexhiti garoi për komunën e Çajirit dhe e fitoi atë, edhe si pjesë e marrëveshjes zotrin Mexhiti e zaventsoi zotri Bekim Sali, edhe punët prapë po shkojnë mirë ashtu sikur se kanë shkuar edhe më herët, dhe Vleni po tenton që të japë rezultate sa më të mira të mundshme në qeverisjen e vet. Normalisht se edhe këtë do ta thonit që punët shkojnë mirë për shkak se një zëdhënës si një subjekti politik që merr pjesë në qeveri dhe që përfaqëson një koalicion politik, normalisht se këtë do ta thotë. Jo, realisht punët nuk është vetëm se e thëm, po unë mund të numëroj shumë suksese dhe të arritura që i kemi si koalicion Vlen gjatë tyre 2 viteve qeverisje. Normal kemi edhe shumë për të bërë,
nuk është se e kemi arritur të gjitha, mirë po brenda 2 viteve qeverisje janë realizuar dhe po realizojnë punë të cilët nuk janë bërë për 23 vite. Ja, e ke hapësirën numëroj 3 për shembull. Po, patjetër. Në aspekt të ligjeve, për shembull, kemi realizuar një problem mbi 40 vjeçar, të cilin e kanë pasur nxënësit e medreses Isabeu. Tash kjo problemi i tyre është rregulluar me ligj, edhe shkollimi i tyre i mesëm pranohet që të vazhdojnë ato studime nëpër fakultete, gjë e cila nuk ka qenë e mundur më herët dhe me të cilën pushteti i kaluar thjesht është tallur me to për të përfituar në aspekt të votave. Ne kemi dhënë zgjidhje ligjore. Një çështje tjetër ligjore shumë e rëndësishme, e cila është në fazën finale, është sjellja e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili ligj i ka kaluar edhe filtrin e Komisionit të Venecias dhe ta shumë shpejt do të vjen edhe në parlament dhe pas 23 viteve do të përmbyllet një pjesë shumë e rëndësishme e marrëveshjes Ohrid dhe do të garantohet me ligj, jo me mekanizëm siç ka qenë balancuesi, i cili në shumë raste edhe është keq përdorur. Shumë është më vështirë ta shkelësh ligjin se sa ta shkelësh një mekanizëm. Dhe ne këtë çështje po e përmbyllim shumë shpejt. Do të thonë, në aspekt ligjor vetëm këto dy çështje janë mendoj që diçka një arritje shumë e madhe që pushteti i kaluar nuk i ka bërë për shumë vite. Arritura e tretë. Në aspekt të realizimit të projekteve, edhe këtu kemi shumë të arritura. Për shembull, asnjëherë më parë komuna shqiptare nuk kanë qenë kaq shumë të financuara për projekte sikur se ka ndodhur kjo me pushtetin e koalicionit Vlen. Deri tash diku 80 milion euro kanë shkuar për projekte infrastrukturore për komunat me shumicë shqiptare. Për një herë, një shumë e tillë asnjëherë nuk është dhënë. Me thonë, kjo është edhe pjesë e programit të cilin ne e kemi premtuar se brenda 4 viteve do të zgjidhim shumicën e problemeve infrastrukturore me të cilët ballafaqohen qytetarët ose banorët e komunave me shumicë shqiptare dhe po punojmë në këtë drejtim. Gjithashtu edhe në aspekt ekonomik, kemi hapur vende të reja të punës, kemi dhënë grante për zhvillim të bizneseve të reja, kemi rrit pensionet. Po se u bon më tepër. Shumë ka. Tash mos ta marrim gjithë hapësirën. Po. Zoti Blerim Sejdiu, nënkryetari i Lëvizjes Besa, tani më ish nënkryetari, sepse partia është e pezulluar, pra organet e partisë janë të pezulluara, ju përgjigj juve dhe fetaj që kërkoni të jeni hisedar aritmetik të Vlenit. Do ta citoj. Ai thotë që ne si Lëvizje Besa nuk kemi hyrë në Vlen për të numëruar karike, por për të ndryshuar rrjedhën e politikës shqiptare. Pra, kjo është deklarata e zotit Sejdiu, duke kërkuar të tekalohen egot dhe kushtimet. Sejdiu po ashtu tha se koalicionet nuk ndërtohen mbi matematik të ngushtë përfaqësimi, por mbi filozofi të përbashkët veprimi. Pra, ai në një farë forme ju thot juve, pra ju përcjell mesazh juve që politika dhe politikbërja nuk është as matematik, as aritmetik. 25% që i famshëm, ajo ndarja e kulaçit në 4 hise. Është mendimi i tij, politika gjithsesi se nuk është gjithçka te matematika, te aritmetika, po nuk mund përjashtohen as ato nga përfaqësimi politik. Shumë është e rëndësishme që koalicionet kur ndërtohen ose subjektet politike kur formohen, nga ana sidomos se rasti i koalicionit Vlen, ku i kemi 4 subjekte politike, të cilët kanë pranuar një marrëveshje me 2 parime, siç e përmendë dhe vazhdimisht e përmendi, e kjo është parimi i barazisë dhe vendimarrjes konsensuale, të vazhdoj të funksionojë si e tillë. Normal që për ne është shumë e rëndësishme se Vleni, pasi që të gjendet formula e fuzionimit të tij, shumë është e rëndësishme se çka përfaqëson Vleni, cili është programi politik i Vlenit, cili është platforma politike, si mendojmë na të zhvillojmë këtë shtet, të përfaqësojmë shqiptarët e kështu me radhë. Këto janë tema shumë të rëndësishme, po është me rëndësi që secili subjekt ta përfaqësojë atë program politik në mënyrë të barabartë. Nuk është se këtu po bëhet luftë kush sa pushtet po merr. Po gjithsesi po bëhet një farë betejë që secili prej subjekteve ta ndi veten të përfaqësuar në mënyrë që
procesi i shkrirjes së 4 subjekteve tjetë shumë më i mirë, edhe pastaj subjekti i vlenit i ri që del tjetë edhe më funksional, po t'i përfaqësoj shqiptarët edhe më mirë se që është duke i përfaqësuar tani. Zoti Sulemani, a është bërë tashmë Fatmir Limani problem i vlenit? Jemi dëshmitar të disa zhvillimeve brenda subjektit politik të lëvizjes Besa, në këtë rast që e përmendet edhe zotëri Fatmir Limanin. Unë mendoj që kjo është një problem i cili do duhet të gjejë zgjidhje fillimisht brenda subjektit të tyre. Ne urojmë që këto probleme të tejkalohen sa më shpejt, edhe për këtë arsye dhe po punojmë në gjetjen e modelit sa më të mirë për formimin e vlenit, që në të ardhmen mos kemi probleme të tilla. Kjo është edhe një prej arsyeve ndoshta se po tentojmë që të jemi sa më kujdesshëm për modelin e themelimit të vlenit, që në të ardhmen të ketë harmoni më të madhe brenda strukturave të vlenit, të mos dalin probleme të tilla ose të jenë probleme në numër sa më të vogël, se në çdo subjekt politik her pas here paraqiten probleme, nuk është se nuk ka pas më herët, nuk është se nuk do të ketë në të ardhmen, mirë po, shumë është e rëndësishme me çfarë modeli po e themelojmë vlenin, që këto probleme që paraqiten, sikur rasti i tillë, të jenë në numër sa më të vogla dhe të mund t'i ofrohet zgjidhje sa më e shpejtë. Si e pat, pra si e vlerësuat deklaratën e kryeministrit Mickoski, i cili tha se zoti Limani është vlerë e shtuar e qeverisë dhe vetëm ai si mandatar apo në një farë forme njeriu i cili vendos për krijimin e qeverisë apo formimin e saj, mund të vendos se zoti Limani do të jetë pjesë e qeverisë apo jo. Alternativa, çfarë pozicioni mban në këtë drejtim? Alternativa si dhe koalicioni vlen sigurisht. Si pjesë e koalicionit vlen, kur është nënshkruar marrëveshja për bashkëqeverisje, për pozitat e caktuara të cilët janë marrë vesh me VMRO DPMNE-n, pastaj kanë propozuar edhe emra të cilët do t'i plotësojnë ato resor. Dhe të gjithë ministrat që janë si pjesë e propozimeve të vlenit, janë edhe ministrat të vlenit. Edhe padyshim që gjatë periudhës së qeverisjes, të gjithë ministrat edhe të deleguarit për pozitat të caktuara, padyshim që përcjellen në bazë të performancës së tyre nga ana e leadershipit të vlenit, edhe vjen në periudhë kohore kur ato pastaj do duhet të shihen se si kanë qeverisur deri në atë moment. Kështu që vleni në këtë aspekt është duke i përcjellë të gjithë kuadrët e vet. Vleni është i interesuar që përfaqësimi të jetë sa më i mirë dhe më i suksesshëm, për arsye se interesi jonë është që atë që e kemi premtuar para qytetarëve edhe ta realizojmë. Edhe në rast se diçka të tillë vërejmë që nuk po shkon puna, po më parasysh për cilin bëhet fjalë, ne do të tentojmë që ta përmirësojmë atë. Mirë po kjo padyshim që do duhet bëhet në bashkëpunim edhe me partnerin e koalicionit që është VMRO DPMNE. Unë nuk kisha hyrë në çështje të tilla të vlerësimit të performancave të cilit do funksionar, ajo është çështje që u takon liderëve, mirë po, në rast se ka diçka të tillë, prapë është një vendim që e marrin liderët e koalicionit vlen. Zoti Sulemani, në një intervistë ju keni deklaruar se pas zgjedhjeve 1 ose 2 mbledhje ka mbajtur kryesia e gjër apo e përbashkët e vlenit e përbër nga përfaqësues të disa partive të cilat janë pjesë e koalicionit vlen. Në fakt nuk është mbajtur asnjë mbledhje në këtë format, zoti Sulemani. Informata që i kam unë e di që ka pas mbledhje, tash mbledhjet më të shpeshta janë mbledhjet e leadershipit vlenit. Ato takohen minimumi në baza javore. Edhe i diskutojnë të gjitha problemet të cilat ju dalin gjatë funksionimit. Flasim për mbledhjen e kryesisë së përbashkët. Po, e qartë. Domethënë mbledhje më të shpeshta ka leadershipi i vlenit, po ka pas edhe mbledhje të kryesisë së vlenit. E që tash momenti se kur ftohen ato, si ftohen, ajo ju takon prap liderëve të vendosin se kur ato kanë nevojë që një debat për një temë të caktuar ta shtrinë në një trup pak më të gjerë. Domethënë është në vullnetin e liderëve të vlenit të vendosin se kur duhet të ftohet kryesia. Është mbajtur mbledhja konstituive e formimit të këtij organi
të përbashkët dhe më nuk ka pasur. Unë se e di ka pas një ose dy mbledhje të tilla, sipas informatave që kam, ndoshta të cilët nuk kam marrë ndonjë vëmendje mediatike, mirë po e di që ka pasur. Edhe pas konstituimit, minimum edhe 2 herë, sipas informatave të mia, është thirrur kryesia, edhe për më shumë pse nuk ka pasur, është çështje që duhet të vendosin liderët se kur ato kanë nevojë të thirrin një trup më gjerë për të marrë një vendim të caktuar. A ka tension në raportet mes koalicionit Vlen dhe ambasadorit shqiptar Denion Mejdani? A mendoni se përpjekjet e tij lidhur me statusin e shqiptarëve, të drejtat e tyre kolektive, pozicionin politik që kanë shqiptarët brenda qeverisjes dhe në përgjithësi në shtetin ton, janë veprime diplomatike apo zoti Mejdani tashmë ka shkelur normat e sjelljes për një diplomati? Koalicioni Vlen ka respekt të plot për shtetin shqiptar edhe punën e ambasadorit Mejdani në vendin tonë. Përfaqësuesi i shtetit shqiptar. Po, patjetër. Ne respektojmë edhe pozitën e tij, edhe në mënyrë të vazhdueshme kemi bashkëpunim. Zotri Mejdani ka pasur takim edhe ka takime edhe do të ketë me të gjithë liderët e Vlenit, të cilët janë edhe të dokumentuara me fotografi edhe me postime zyrtare. Tash mund të ketë pasur ndonjë edhe me zotin Sali. Ata që e thash, domethënë ka takime të vazhdueshme edhe do të ketë. Në të kaluarën ka pas edhe aktivitetet të cilat e kemi zhvilluar me zotrin Mejdanin, siç është aktiviteti i shpërndarjes abetares së unifikuar në për të gjitha shkollat me mësim në gjuhën shqipe. Nuk përjashtohet mundësia që aktivitete të tilla të kemi edhe në të ardhmen, që kjo çështja që po problematizohet në raportin në mes të Vlenit dhe zotrit Mejdanit, unë mendoj që është një lojë politike që po e bën opozita shqiptare, konkretisht BDI. Ato me çdo kusht po mundohen që të shfaqin në skenë ose në opinion probleme që realisht nuk ekzistojnë. Fillimisht me shumë prej punëve të cilët janë duke i bërë, ndoshta janë duke e hedhur edhe në pozitë të pavolishme edhe ambasadorin. Po jo vetëm BDI-ja, zoti Çeleman. Jo, mund të shohim shumë shpesh. Ambasadori në fjalë, ambasadori i Republikës së Shqipërisë në vendin ton, zoti Mejdani, ka shkruar këto ditë në rrjetin social se ka disa që janë mërzitur sepse tani për shkak të pozitave që mbajnë duhet ta çojnë çështjen deri në fund dhe duket qartë se është një tango e vështirë mes palëve. E ka për juve Vlenit në qeveri. Pra nuk është vetëm BDI-ja. Këto janë deklarime të zotit Mejdani. E qartë, po BDI-ja po mundohet në një farë mënyre në opinion të jap një përshtypje se Vlen nuk po mund të realizon të drejtat e shqiptarëve dhe fatmirësisht e kemi këto ambasadorin, po të mos ishte ai do rënoheshte bota e kështu me radhë, deklaratat e tilla. Shumë shpesh e shohim edhe eksponent lart BDI-s që i shpërndajnë postimet e tij. Unë nuk e di, unë ju kisha sugjeruar mos ta bëjnë atë se e dëmtojnë edhe imazhin, edhe para popullatës me një farë mënyre e shfaqin ambasadorin edhe si përkrahas të tyre, që unë nuk mendoj se është ashtu. Mendoj se ambasadori edhe Vlen e ka këtë mendim, ambasadori e përfaqëson shtetin shqiptar këtu, dhe qëllimi jonë është që të kemi bashkëpunim të mirë me të. Sa i përket çështjes së tangos që e ka përmendur, në të kaluarën, nëse ne jemi duke vallëzuar tango për momentin, bile jemi duke e bërë atë, në të kaluarën BDI-as nuk ka qenë në gjendje të vallëzoj tango kur ka bashkëqeverisur me VMRO DPM-n Nikola Gorevskit, thjesht kanë qenë të lënë anësh, nuk janë pyetur për asgjë. Gjatë asaj kohe VMRO ka realizuar Shkupin 2014, ndoshta projektin Manti Shqiptar, ka realizuar enciklopedin, të gjitha punët të cilët i ka pas para vetës Nikola Gorevski, i ka realizuar edhe BDI as nuk ka qenë pjesë e një vallëzimi të tillë. Për dallim prej tyre, ne po vallëzojmë edhe po mundohemi që vallën tonë të zgjidhmi problemet, një numër sa më të madh të problemeve, të cilët fatkeqësisht i kemi trashëguar prej tyre. Siç ishte edhe rasti i provimit jurisprudencës, siç ka pas edhe shumë raste tjera dhe do të ketë. Domethënë ne po ballafaqohemi me disa probleme, të cilët janë si pasojë
e kesh qeverisë së BDI-s, po ne nuk se po vajtojmë për këtë punë, po thjesht po i marrim edhe po i zgjidhim një nga një, ashtu sikurse ato po paraqiten. Vetëm se e përmendet vallëzimin, vallja nuk është e lehtë. Duhet një angazhim pak më serios që të mos jetë luajtja vetëm e vallës së njërës palë dhe pala tjetër të luaj vetëm me ritmin e vallës së asaj pale dhe vallja jonë tjetë e pazëshme. Definitivisht. Fola me alegorinë e definitivisht tangos. Për vallëzim duhen dy veta, edhe fatmirësisht vallëzimi është duke ndodhur. Vlen është partner serios në këtë qeveri, edhe në mënyrë të vazhdueshme po realizon programin të cilin e ka premtuar paravatuesve. Pra thoni që edhe vallën shqiptare e luani patjetër brenda qeverisjes. Shqipëria megjithatë, pavarësisht se ka mendime të ndryshme se cili duhet jetë pozicioni i një ambasadori këtu tek ne, ka të drejtë të interesohet për fatin, gjendjen dhe të drejtat e shqiptarëve. Mejdani thotë se ka disa obligim kushtetues. Edhe detyrim kushtetues. Mejdani thotë se ka disa që i pengon ritmi i Shqipërisë dhe pesha që ajo mbart. Pra, ju në një farë forme e kritikoni zotin Mejdani për pozicionet e tij të cilat shpesh hapur mund të shkojnë në vit të qëndrimeve të cilat i ka BDI-a dhe Alianca Kombëtare për Integrim. Por të njëjtën gjë e bën edhe Kosova, edhe qeveria e Kosovës, edhe ambasada e Kosovës. Përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosja, partisë kryesore qeveritare të Kosovës është pjesë e koalicionit të Vlen. Pra, i bie në një farë forme që të ketë një vindarse e cila natyrisht se nuk është fort për të lavdruar dhe për ta konstatuar si shqiptar që një pjesë e strukturës shtetërore të shtetit shqiptar është e pozicionuar ka BDI-a dhe pjesa më e madhe e strukturës shtetërore të Kosovës është e pozicionuar ka koalicioni Vlen. Fillimisht duhet ta konstatoj se koalicioni Vlen i gëzohet sukseseve të cilët është duke i pasur Republika e Shqipërisë. Ne gëzohemi për sukseset e tyre, biles edhe po punojmë në mënyrë intenzive që në punën e rrugës evropiane të arrijmë Shqipërinë. Ka takime shumë të shpeshta edhe të zëvendës kryeministit parë tash me eurodiplomatë kështu me radhë, po mundohemi të arrijmë Shqipërinë edhe i gëzohemi suksesit Shqipërisë. Në skenën politike të Republikës Maqedonisë prej zgjedhjeve të 8 majit ka ndryshuar skena politike. Nuk është më BDI e cila i përfaqëson shqiptarët në Republikën e Maqedonisë dhe kjo është realitet. Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut është duke i përfaqësuar koalicioni Vlen, i cili ka dhe legalitetin edhe legitimitetin e plot dhe ky realitet duhet të pranohet prej gjithëve. Të gjithë palët tjera duhet të kenë gatishmëri që të bashkëpunojnë me koalicionin e Vlen në mënyrë që të realizohen interesat e shqiptarëve dhe Republika e Kosovës po e bën një punë të tillë, domethënë po e suporton këtë qeverisje, ashtu duhet të jetë edhe nëse Vleni nuk është qeveri, po është tjetërkush, domethënë qeverisja e shqiptarëve të Maqedonisë duhet suportohet edhe nga shteti i Kosovës, edhe nga shteti i Shqipërisë në mënyrë që të realizojmë aspiratat e përbashkëta të cilët i kemi ne si kom shqiptar. Me Kosovën nuk ka probleme, bashkëpunimi është i shkëlqyeshëm, edhe me Shqipërinë po mundohemi të vendosim raporte të tilla, nuk është se në këtë drejtim s'kemi bërë asgjë. Është hapur one stop shopi në Qafthan, po punohet që one stop shop të ketë edhe në pika tjera kufitare me Shqipërinë, po mundohemi të vendosim linja bashkëpunimi edhe në aspekt të kulturës, edhe në aspekt të sportit, edhe në aspekt të arsimit e kështu me radhë. Domethënë puna e Vlenit është që t'i ofrojë shqiptarët
sa më shumë edhe ata të Kosovës, edhe ata të Shqipënisë, dhe për këto iniciativa të cilat i ndërmarrimi, për këtë bashkëpunim, ne presim përkrahje edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria. Me që puna e Vlenit është që t'i afroj shqiptarët sa më shumë, koalicioni juaj a bëri thirrje për pjesëmarrje në marshin për drejtësi pa politik, marshi për drejtësi jo politik, për lirimin e ish drejtuesve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët pa drejtësisht po mbahen dhe gjenden në Hag? Realisht thirrje të tillë si koalicion nuk kemi bërë, po kemi qenë pjesëmarrës në atë marsh të cilën e kanë organizuar sipas informatave edhe shoqata e veteranëve të luftës, po ka pas përkrahje edhe më gjerë, edhe ne jemi të atij mendimi se është duke ndodhur një padrejtësi në gjykimin e tyre në Hag, dhe urojmë që sa më shpejt ato të lirohen, sepse lufta e tyre ka qenë luftë për çlirimin e Kosovës. Në rast se dikush ka bërë gjëra të këqija, dihet se kush është ai, është regjimi i kaluar i Slobodan Miloševićit, dhe thjesht këta 4 burra kanë qenë ata të cilët e kanë sjellë lirinë e Kosovës, ata të cilët kanë luftuar për lirinë e popullit të tyre, edhe padrejtësisht për momentin po mbahen edhe po gjykohen në gjykatën e Hagës. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe partitë tjera opozitare shpesh drejtojnë kritika ndaj jush si parti më shumë dhe ndaj Vlenit më pak, se ne si shqiptar dhe si shtet keni pozicion që duhet kemi raporte të drejta, domethënë raporte të qarta dhe të thella diplomatike, ekonomike, por edhe politike me Turqinë. Zyrtarët tuaj që nga kreu i kuvendit e të tjerë shpesh takohen me zyrtarët turq, dhe këtu prin ministri i punëve të jashtme të Turqisë, zoti Hakan Fidan. Pse ju sikur viheni në siklet apo në pozicione justifikuese kur ju vinë këto kritika, sepse vetë BDI-a është në koalicion me njërin nga partitë, edhe partitë turke, por edhe me lëvizjen popullit të zotit Skender Recep Zejt, i cili nuk e fshe dhe ka qenë një ndër ata që janë promotor të bashkëpunimit korrekt, diplomatik dhe politik, por edhe ekonomik me Stambollin. Pra, pse sikur ju keni një lloj prap e përsëris tendence që të shfaqsoheni se duhet kemi raportet mira me Turqinë, dhe sikur këto kritika ju vinë si goditje të cilat shpesh e rënojnë identitetin shqiptar të subjektit tuaj dhe të koalicionit tuaj. Kur thash e bën këtë, madje edhe zoti Ahmeti ka qenë në Turqi e kështu me radhë. Këto sulme ose etiketime, padyshim se janë dashakeqe, kur mundohen të shtrembojnë faktet, ne nuk e fshehim ato vendimet e tona politike për të takuar me eksponent të qeverisë të Turqisë. Turqia është mik i gjithë shqiptarëve, ka qenë një prej shteteve të para që e ka njohur pavarësinë e Kosovës, historikisht i ka përkrahur shqiptarët në gjitha veprimet e tyre. Maqedonia si shtet tenton që të ndërtojë raporte edhe ekonomike, edhe politike me Republikën e Turqisë. Republika e Turqisë është antare e NATO-s, edhe një partner strategjik edhe i shteteve të Ballkanit, edhe i NATO-s edhe në përgjithësi. Kështu që ne nuk e fshehim fare këtë. Kemi takime të shpeshta, aty ku na ofrohet mundësia, takohemi, atë e bëjmë publike, nuk e fshehim asnjëherë, dhe për neve është interes që të afrohen sa më shumë shteti i Maqedonisë me shtetin e Turqisë, për të mundur që ti ndjejmë ato të mirat të cilët padyshim se do të jenë për qytetarët tonë, edhe në aspekt ekonomik, po edhe në relacionet e ndryshme politike. Nuk e fshehim këtë punë as pak, të gjitha punët të cilët i bëjnë janë punë publike, edhe nuk kemi nevojë që
të tërprohemi prej tyre. Shpesh kur duan t'ju nënçmojnë juve si subjekt politik, ju quajnë parti me një autobus. Këtë e ka bërë edhe shkrimtari dhe publicisti i njohur Kim Mehmeti, i cili duhet thënë realisht se në fillim e televizjes Besa ka qenë mbështetës si konceptit politik të lëvizjes Besa. Disa ironik të tjerë ju quajnë minibus, por ju keni shumë pushtet. Kryetarin e Kuvendit, zëvendës kryeministrin e parë, përmendëm, dhe ministrin e çështjeve evropiane, avokatin e shtetit, avokatin e popullit, me siguri edhe shumë pozita të tjera. Prej ku buron pushteti alternativës në qeverisje, zoti Sulejman? Po më parasysh krahasimeve dashakeqe që mundohen të bëjnë eksponent të caktuar, unë mund të them publikisht se Alternativa është subjekt politik i strukturuar shumë mirë, me 25 dek funksionale në gjithë territorin e shtetit, aty ku ka shqiptar, aty është prezente edhe Alternativa. Kështu që madhësia jonë si subjekt politik nuk varet prej pozitave shtetërore të cilet ne i marrim. Pozitat shtetërore, të cilët i ka Alternativa, i ka si rezultat i pjesëmarrjes në zgjedhjet parlamentare në kuadrët e koalicionit vlen, edhe si rezultat i ndarjes sipas parimeve të cilët i përmenda më herët. Të gjitha subjektet pjesëmarrëse në koalicionin e vlen kanë pushtet të ndarë me numër 25%. Në atë kohë kur u konstitua vleni, i vetmi subjekt i cili ju dha një përparësi më e madhe ishte Aleanca e zotrit Taravari, sepse u desh me një farë mënyre një joshje më e madhe për të shkëputur nga koalicionime me BDI-n edhe për të ardhur si pjesë e koalicionit vlen. Vetëm Aleanca në aspekt të deputetëve pati marrë atëherë 5 deputet, kurse subjektet tjera pjesë të vlenit patën pas nga 3 deputet. Ju e pas keni lasdruar zotin Taravari. Po si duket, si duket. Pastaj pjesa e pushtetit tjetër, çështja e ministrive, çështja e drejtorive janë ndarë me formulën e barazis ose të gjithë subjektet kanë marrë nga 25%, edhe jo në sipas asaj që të na rritet fuqia politike mbas pozitave, po të gjithë e kanë pasur dëshirën që me kuadrët të tyre të dëshmojnë një përfaqësim më të mirë për shqiptarët e Maqedonisë. Fuqia partijake mbi bazën e pjesëmarrjes në jo rritet, po tash për momentin ta zëmë në rast se derti i tyre është Alternativa pas ka kryetarin e Kuvendit. Kryetari i Kuvendit është kryetari i gjithë subjekteve të vlenit. Biles zotri Afrim Gashi, edhe kryetari i gjithë parlamentit dhe edhe mendoj që deri tash nuk ka pasur ndonjë figurë politike e cila e ka luajtur kaq mirë rolin e të qenit i të gjithëve, siç po e bën këtë zotri Afrim Gashi. Kështu që nuk duhet shifet kjo punë, të gjithë kuadrat për momentin që përfaqësojnë edhe Alternativën janë kuadrat të vlenit. Zotri Berkim Sali është zëvendës kryeministër i gjithë vlenit, bile është edhe i gjithë shqiptarëve për momentin. Nuk është se qenë ka vetëm i Alternativës, po edhe ministri i ekologjisë, zotri Hoxha, është ministër i gjithë vlenit. Edhe ministri i ekonomisë është ministër i gjithë vlenit. Domethënë ne kemi përfaqësues të cilët e përfaqësojnë koalicionin vlen e jo subjektet politike prej nga vinë ato. Mundësien për të ardhur deri aty, ndoshta ja ka dhënë subjekti, mirë po prej momentin kur ai është ministër, drejtore ku ta diçka, ai e përfaqëson gjithë koalicionin vlen. Zoti Sulejmani, kemi edhe shumë pak minuta në ato që na kanë mbetur, do t'ju lutesha që t'jeni më i shkurtër. Pse dha dorëheqje zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës zoti Lulzim Aliu? Është e vërtetë se dorëheqja e tij u bë pasi nuk u përfill nga ministra Janevska? Jo, nuk kisha thënë se ka diçka të tillë. Zotri Lulzim Aliu dorëheqjen e tij e ka bërë publike në faqen e tij në Facebook. Thjesht ai mendon që në këtë moment e ka vlerësuar se duhet i përkushtohet më shumë botës akademike dhe ka lëshuar rrugë për një kuadër tjetër. Kur do të zgjedhë? Sa i përket kësaj çështjes kuadri mos përfilljes, unë mendoj që zotri Lulzim Aliu ka qenë pjesë shumë e rëndësishme edhe kyçe në sjelljen e atij ligje që e përmenda më herët për medresen Isabeu, ka pas një kontribut të jashtëzakonshëm,
po në shumë punë tjera të cilët nuk janë hedhur publikisht. Po. Sa i përket çështjes kush është në kombinim tani që të bëhet zëvendës ministër I Arsimit dhe Shkencës? Unë sa e di për momentin janë ka fundi bisedimet dhe shumë shpejt do të ketë edhe emra të cilët për momentin nuk janë publike, mirë po janë duke u konsultuar liderët e Vlenit I kanë ato konsultimet finale dhe shumë shpejt do të kemi emra edhe për zëvendësministën e mbrojtjes, edhe për zëvendësministën e arsimit. Do të jetë nga fusha e arsimit, nga fusha e shkencës, nga ndonjë fushë. Gjithsesi se do të jemi të kujdesshëm si Vlen që të propozojmë kuadër që është I lidhur me këto 3 fusha që përmende. Sa është numri I shqiptarëve të punësuar, me që ju thatë që janë punësuar shumë shqiptar prej kur Vleni ka ardhur në pushtet? Një deklaratë që e dha dhe zëvendës kryeministri I parë, zotri Bekim Sali, e përmendi se sipas të dhënave me të cilët posedon ai, të cilët në mënyrë të vazhdueshme I bën update edhe komisioni kadrovik, për momenti që është heq balancuesi edhe Vleni është në qeveri, përfaqësimi I shqiptarëve në administratë është rritur për 0.5%. Ai bie kjo që është e vërtet deklarata e zotit Mexhiti që janë punësuar 2000 shqiptar? Padyshim. Nuk ka as pak dyshim. Pra, janë punësuar 2000 shqiptar, ashtu sikurse kemi premtuar edhe e kemi realizuar ato. Në komunën e Strugës një ndërmarrje u sjellsi kërkon përdorim vetëm të maqedonishtës si gjuhë zyrtare, duke mos e njohur fare shqipen zyrtare, ndërkohë kjo komunë drejtohet nga një kuadër I cili u mbështet nga ju, por më shumë u mbështet nga VMRO DPMN-ja. Themi se u mbështet së bashku edhe nga ju, edhe nga partia VMRO DPMN, për shkak se pozicioni elektoral I komunës së Strugës është I tillë që pa votat e një pjesë të elektoratit të maqedonasve shumë vështirë zgjidhet kryetari shqiptar. Po. Sa I përket dokumentit I cili doli në qarkullim, mendojmë se është si pasojë qeverisë së kaluar, sepse ajo administratë që e ka gjetur kryetari I komunës është administratë e qeverisë së kaluar, dhe ne thjesht po dyshojmë momentin në të cilin është plasuar kjo. Sipas informatave që kemi, zotri Mendyqira ka ngritur 2 komisione ekspertësh për të testuar cilësinë e ujit të pishëm në komunën e Strugës, dhe tash pyetja është pse bash në këtë moment po dilet me një dokument të tillë. Më thonë, këto janë montime që në vazhdimsi po tenton t'i bëj opozita, si një lloj, nuk e di, si një lloj pamundësie për të qeverisur prapë me komunën e Strugës, nuk po mund pajtohen që jam opozit edhe në pushtet qendror, edhe në lokal, dhe po mendohen përmes montimeve të tilla ta devijojnë të vërtetën. Edhe zotri Qira e ka deklaruar se të gjitha dokumentet në pushtetin komunal të Strugës, patjetër se do duhet të respektohet ligji për gjuhët. Për përdorimin e gjuhëve që nuk kupton për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. Zoti Sulejmani, politikanët të cilët vinë në këtë studio, unë vazhdimisht dua t'i pyes dhe do t'i pyes edhe ata tjerët që do të vinë për pasurinë e tyre. Me juve jam pak në pozicion jo shumë komod që t'ua skanoj pasurinë tuaj për shkak se nuk jeni funksionar shtetëror, por megjithatë po ju pyes, a jeni bërë më I pasur që nga momenti kur keni hyrë në politikë, apo keni hyrë në politikë vetëm për ideale? Gjithsesi se në politikë jam për ideale, jam këtu që të kontriboj atë sa mundem për ta ndryshuar gjendjen e shqiptarëve të Maqedonisë, po dhe gjendjen e të ardhmës tonë, sepse unë jam pjesë e këtij shteti dhe dëshiroj që fëmijët e mi të nesërmen të kenë kushte më të mira, të kenë mundësi më shumë për të zhvilluar dhe për të jetuar në këtë shtet, sepse mendoj që nuk duhet ta lëshojmë shtetin, po duhet që të zhvillohemi këtu. Edhe në këtë drejtim edhe kam hyrë në politikë dhe vazhdoj të kontriboj. Sa I përket pasurisë që përmendëm, në 2 raste kam pasur mundësi që të ushtroj një funksion. Në vitin 2019 kam qenë drejtori I Muzeut Shkencave të Natyrës dhe kam plotësuar një listë anketuese, edhe për një mandat 4 vjeçar kam qenë këshilltar komunal, dhe atë pasuri që e kam pasur vazhdoj ta kem
të njëjtën, një shtëpi modeste, një vetur modeste. Sa e keni vlerësuar shtëpinë? Atë që kam shkruar për shtëpinë ka qenë në bazë të kontratës të cilën e kam bler shtëpinë, edhe thjesht këtu ndonjëherë duhet edhe fati, domethënë shtëpia vlera me të cilën e kam paguar në atë kohë ka qenë dikun 37.500 euro dhe të njëjtën vlerë të kontratës edhe qenë ka shumë lirë. Po jo, realisht këtu ndonjëherë ke edhe fat. Po, kështu që lirisht veturën e kam një veturë shumë të lirë me një vlerë jo më të madhe se 1.500 euro. Ashtu. Po jetojmë një jetë modeste, nuk është keq, po mundohemi për më mirë pas njëherë në korris të politikës. Lirisht ju mund të bëheni zyrtar sepse kjo që po thoni tregon pra një realitet krejt tjetër se të gjithë politikanët në fillim thonë që hynë për ideale, pastaj ka shumë të ngjarë që ky idealitet të kalojë në materialitet, por kjo është një çështje, ka raste, shumë raste ka, kjo dihet. Nesër është muaj i agjerimit dhe po shfrytëzojmë rastin së bashku që besimtarëve të fesë islame, besimtarëve musliman tu urojmë agjerim të lehtë, tu dëshirojmë agjerim pra sa më të lehtë dhe sa më pra të devotshëm t'jenë gjatë këtij muaji. Zoti Sulemani do të shtroni iftare për aktivistët sepse në një Ramazan kur ishin zgjedhjet parlamentare, pra kur mbajten ato dhe qëlloi periudha e fushatës tjetë periudhë e agjerimit, jo vetëm iftare, por edhe syfyre shtroni. Fillimisht i bashkangjitem edhe unë urimit, i dëshiroj të gjithë besimtarëve musliman agjerim të lehtë, të këndshëm, edhe sa i përket pyetjes, nuk kemi parapar ende aktivitetet të tilla, nuk po e përjashtoj mundësinë që të ketë, ka pasur në të kaluarën. Shtrimi i iftareve modeste është një mundësi edhe për të bashkëbiseduar me struktura të caktuara, në lidhje me aktivitetet politike, në lidhje me muajin e shenjtë Ramazanit, me vlerat të cilat i ka ky muaj e kështu me radhë. Do të thonë nuk përjashtohet mundësia, po diçka konkrete ende nuk kemi parashikuar. Zoti Sulemani, unë duhet t'ju falenderoj për pjesëmarrjen në dialog të lajmi. Besoj që u ndjet mirë. Patjetër, ju falenderoj shumë për mundësinë. Edhe pyetjet besoj që sado që të vështira ishin profesionale. Patjetër, ju falenderoj. Shumë falenderoj. Faleminderit.